Tre banorët që u bën pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP 5 gjatë prajmit të së shtunës zhvilluan një konferencë me banorët e tjerë, ku ju përgjigjen pyetjeve dhe komenteve të ndryshme lidhur me hyrjen e tyre në lojë. Luiz Eli, Alessio dhe Marco u përballen me kurreshtjen e banorëve, por një nga momentet më të komentueshme ishte pyetja drejtuar Luizit, e cila riktheu vëmendjen te edicioni i dytë i spektaklit, ku ai doli fitues. Juela e pyeti këngëtarin nëse këtë sezon të ri do t'i nevojitej sërish një aleate e fortë, ashtu siç kishte qenë diku Refi. Diskutimi u zgjerua edhe më tej duke përfshirë mungesën e Kiarës në këtë edicion dhe duke ngritur dilema mbi nevojën e Luizit për një figurë mbështetëse për të avancuar në lojë. Luizi reagoi menjëherë dhe me tone të qarta u shpreh se nuk i shet arsyesh me krahasimet me përvojën e tij të kaluar në Big Brother VIP. Me gjithë respektin për ish konkurrentët, nuk e shoh të arsyeshme të rikthehemi te ajo që ka kaluar. Big Brotheri që kanë bërë, ka mbaruar, u shpreh ai. Megjithatë, pavarësisht përpjekjes për ta lënë pas të shkuarën, rikthimi i Luizit në shtëpinë e Big Brother VIP 5 ka krijuar menjëherë tension dhe ka ndryshuar ekuilibrat e lojës.